dhe Presidentin e Republikës së Shqipërisë, zotin Recep Tayyip Erdogan, të firmosin deklaratën e përbashkët për thellimin e partneritetit strategjik Recep Tayyip Edi Rama përmes krijimit të një këshilli bashkëpunimi të nivelit të lartë. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakan, kıymetli misafirler, Türkiye Cumhuriyeti ve Arnavutluk Cumhuriyeti arasında müzakere edilen anlaşmaların imza törenine başlıyoruz. Birinci anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Cumhuriyeti adına Başbakan Edi Rama, Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında yüksek düzeyli işbirliği konseyi kurulmasıyla tesis edilen stratejik ortaklığın derinleştirilmesi konusunda ortak bildiriyi imzalayacaklardır. Zonjën Anila Denaj, Ministri e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural të Republikës së Shqipërisë, dhe zotin Ibrahim Yomakë, Ministri e Bujqësisë dhe Pushtetërisë të Republikës së Turqisë, që të firmosin. İkinci anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yomakı ve Arnavutluk Cumhuriyeti Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Anila Denay, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ve Arnavutluk Cumhuriyeti Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı arasında devlet destekli tarım sigortaları alanında işbirliği konusunda niyet beyanı imzalayacaklardır. Të firmosin deklaratën e sylimit mbi bashkëpunimin në fushën e sigurimeve në bujqësi të mbështetur nga shteti midis Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural të Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Bujqësisë dhe Pyllëtarisë të Republikës së Turqisë. Ministri i Arsimit dhe Sportit e Republikës së Shqipërisë dhe zotin Erol Özvar, Presidenti i Kryesisë së Këshillit të Arsimit të Lartë të Republikës së Shqipërisë të Turqisë, që të firmosin protokollin ndërmjet Ministrisë së Arsimit dhe Sportit të Republikës së Shqipërisë dhe Këshillit të Lartë të Arsimit të Republikës së Turqisë për hapjen e degës njësisë akademike programeve të studimit nga Universiteti Teknik i Istanbulit në Shqipëri. Öğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar ve Arnavutluk Cumhuriyeti Eğitim ve Spor Bakanı Ogyerta Manastirliu, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı ve Arnavutluk Cumhuriyeti Eğitim ve Spor Bakanlığı arasında İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Arnavutluk'ta akademik şube ve programlar açmasına ilişkin protokolü imzalayacaklardır.
zotin Alteo Hysi, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë për Media dhe Informim të Republikës së Shqipërisë, dhe zotin Fahrettin Altun, drejtori i komunikimit të Drejtorisë së Komunikimit të Presidencës së Republikës së Turqisë që të firmosin memorandumin e mirëkuptimit ndërmjet Agjencisë për Media dhe Informim të Republikës së Shqipërisë dhe Drejtorisë së Komunikimit të Presidencës së Republikës së Turqisë për bashkëpunimin në fushën e marrëdhënieve me publikun dhe komunikimin. Dördüncü anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı adına Profesör Doktor Fahrettin Altun, Arnavutluk Cumhuriyeti Medya ve Enformasyon Ajansı adına Genel Müdür Alteo Hysi, Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında halkla ilişkiler ve iletişim alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptını imzalayacaklardır. Duke ju falendëruar që morët pjesë në nënshkrimin e marrëveshjeve, lutemi të ndiqni deklaratën e përbashkët për shtyp mes kryeministrit Rama dhe presidentit Erdoğan. Faleminderit. Anlaşmaların imza töreni sona ermiştir. Şimdi basın açıklamaları için sözü önce Sayın Başbakan'a, bilahare Sayın Cumhurbaşkanımıza bırakıyoruz. No, you can start. Well, orada bir usul yanlışı var. Sayın Başbakan, saygıdeğer bakanlar, değerli basın mensupları, sizleri milletim ve şahsıma... Të nderuar ministra, të nderuar antarë të shtypit, ju përshëndes me ndjenjat e mia më të përzemërta në emrin tim personal dhe të kombit tim. Jam i nderuar që jam në vendin mik dhe vëllazëror Shqipërinë, me rastin e takimit të dytë të Këshillit ton të bashkëpunimit të nivelit të lartë. Siç e dini, vitin e kaluar ne festuam 100 vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve tona diplomatike me Shqipërinë. Tarihi bağlar ve kültürel yakınlıktan güç aldığımız Arnavutluk'la Marrëdhëniet tona miqësore me Shqipërinë, të forcuara nga lihet historike dhe afërsia kulturore, në fakt shtrihen përtej një shekulli. Me konsultimet tona të sotme, ne e thelluam më tej partneritetin tonë strategjik, të cilin e ndërtuam në vitin 2021 mbi këtë themel historik, njerëzor dhe kulturor. Shkëmbyem pikpamje të hollësishme mbi fushat e bashkëpunimit që përcaktuam në takimin ton të parë të Këshillit në Ankara shkurtin e kaluar. Gjithashtu, me deklaratën e përbashkët që nënshkruam, theksuam vendosmërinë ton për të zhvilluar dhe thelluar Këshillin ton në fusha të ndryshme. Ne konfirmuam vullnetin ton për të avancuar bashkëpunimin ton me 3 marrëveshjet që sapo kemi nënshkruar në fushën e bujqësisë, arsimit të lartë dhe marrëdhënieve me publikun dhe komunikimin. Ticaret ve yatırım alanlarındaki girişimlerimizi Të nderuar antarë të shtypit, ne I shohim nismat tona në fushën e tregtisë dhe investimeve si hapa që do të rrisin mirëqenien e popujve tanë. Në këtë kuadër, ne vazhdojmë përpjekjet tona të përbashkëta për të rritur vëllimin tregtar në $2 miliard në fazën e parë kjo. Gjatë takimeve tona, ne ram dakord që të diversifikojmë investimet tona të ndërsjella
për të përfshirë sektor novator që do të ofrojnë avantazhe në kushtet e sotme. Ne do të vazhdojmë bashkëpunimin ton të fortë në fushën e shëndetësisë me operimin e përbashkët të Spitalit të Miqësisë në Fier, të cilin ne e ndërtuam në një kohë rekord në vitin 2021. Ne gjithashtu do të ofrojmë mbështetjen e nevojshme për të përmbushur nevojat e forcave të armatosura të Shqipërisë, partnerit ton strategjik dhe aleatit ton të NATO-s në fushën e pajisjeve ushtarake dhe trajnimeve ushtarake. Ne diskutuam edhe çështjen e luftës së përbashkët kundër organizatave terroriste, veçanërisht kundër FETÖ-s me mikun tim të dashur kryeministrin Zoti Rama. Shpresojmë që ta vazhdojmë luftën tonë kundër organizatave terroriste në mënyrë efektive përmes vendimeve që ne kemi marrë sot. Të nderuar antar të shtypit, me Zotin kryeminist shkëmbyem ide edhe për çështje globale dhe rajonale. Ne ndjekim me admirim përpjekjet e Shqipërisë për vendosjen e paqes dhe stabilitetit, si në rajonin ton, ashtu edhe në arenën ndërkombëtare. Mizorit izraelite në territoret e pushtuara palestineze, veçanërisht në Gazë dhe Liban, ishin ndër pikat prioritare të agjendës së takimit tonë. Tehdit eder hale gelen saldırganlıkları hakkındaki görüşlerimizi paylaştık. Unë dava pikpamjet tona për agresionet e qeverisë Netanyahu, të cilat shkojnë përteje fushveprimit rajonal dhe tani janë bërë një kërcënim për rendin global. Kalıcı ateşkesin sağlanması, Gjenocidi që po vazhdon prej një viti në Gazë është turpi i përbashkët i të gjithë njerëzimit. Për këtë arsye, ne si komunitet ndërkombëtar duhet të bëjmë çmos për të siguruar një anëpushim të përhershëm për të ofruar ndihmë humanitare dhe për të bërë presionin e nevojshëm mbi Izraelin. Unë sinqerisht besoj se Shqipëria do të bëjë pjesën e saj në këtë drejtim. Të nderuar antar të shtypit, përsëri sot së bashku me miku tim të dashur Zotin Rama, do të hapim xhaminë e Namazgjaz, e cila është dhuratë e popullit turk për motrat dhe vëllezërit e tyre mysliman në Shqipëri, me mbështetjen e entit ton të çështjeve fetare dhe fondacionit ton fetar Dianetit. Falenderoj të gjithë ata që kontribuan në këtë proces. Kjo vepër e shquar, Xhamia më e madhe në Ballkan do të jetë një vend adhurimi ku do të lulëzojë ndjenja e paqes dhe unitetit, vlerat supreme të Islamit. Me këto mendime dua të falenderoj të gjithë miqtë tanë shqiptar, veçanërisht kryeministin Rama, për mikpritjen e sinqertë. Shpresoj që konsultimet tona dhe vendimet që marrim të jenë të dobishme dhe ju përshëndes dhe po këto hapa do të hedhim neve edhe për turizmin dhe këto konsultime dhe vendimet që kemi marrë të jenë të dobishme për të dyja vendet tona. Spari dua të përsëris edhe një herë, për të disatën herë që kur presidenti ka ngjitur shkallët e kësaj godine, falenderimet dhe shprehjen më të sinqertë mirënjohjes për vizitën sot në Tiranë së bashku me një pjesë të konsiderueshme të ekipit të tij qeveritar. Eyvallah. Jam vërtet shumë i kënaqur që zhvilluam takimin e dytë të Këshillit të nivelit lartë të bashkëpunimit,
ku jo vetëm konfirmuam vendosmërinë për ta forcuar më tej karakterin strategjik të këtij bashkëpunimi, por edhe mundëm të vlerësojmë zbatimin konkret të marrëveshjeve të bëra, si edhe potencialin e jashtëzakonshëm të kësaj marrëdhënie. Presidenti i Republikës së Turqisë e përsërit sa herë takohemi dhe me shumë të drejtë që niveli i shkëmbimeve tregtare mes Turqisë dhe Shqipërisë nuk e pasqyron ashtu siç duhet potencialin mes dy vendeve. Dhe sikundër e dëgjuat dhe nga ai vet, ambicia jonë është që sa më shpejt ne të arrijmë tavanin e 2 miliard eurove për të çelur pastaj një fazë të dytë me edhe më shumë zhvillim të këtyre shkëmbimeve. Nga ana tjetër, ndava me presidentin kënaqësinë që në tërësinë e zhvillimit shumë inkurajues të turizmit në vendin tonë, numri i qytetarëve turq që kanë vizituar Shqipërinë gjatë 8 muajve të parë të këtij viti është rritur me 85%. Dhe nga ana tjetër, duke parë interesimin në rritje të përditshme të agjensive dhe të operatorëve turistik të vendit mik, ne jemi besim plot që vitin e ardhshëm numri i qytetarëve turq që do të vizitojnë Shqipërinë do të jetë ende më mbreslënës. Në këtë aspekt, presidenti ritheksoi dhe patjetër që ram plotësisht dakord që duhet bëhet më shumë për investime të drejtë për drejta nga ana turke në sektorin e turizmit, ku e dim të gjithë dhe fal në radh parë zotërisë në krahun tim, Turqia ka bërë një transformim maramëndës dhe është kthyer në një vend që jo thjesht mikpret miliona e miliona turistë, por edhe ka një kapacitet të dijes në nivelin e ekselencës që për ne do të ishte shumë i vyer. Nga ana tjetër, sot ne firmosëm disa marrëveshje, të gjitha të rëndësishme, por më e rëndësishmja dhe më e mirë pritura dhe pak si e shumë pritura nga ana jon ishte firmosja e marrëveshjes për Universitetin Teknik të Stambollit në Tiranë. Kjo është diçka shumë e rëndësishme në disa aspekte dhe patjetër që është diçka që do të sjell një hapësirë të re, studimesh të larta, të nivelit të lartë botror, pasi Universiteti Teknik i Stambollit është i kuotuar në universitetet më të mira të botës, por edhe për një arsye tjetër, sepse është hera e parë në praktikën e Republikës së Turqisë që bën diçka të tillë. Dhe kjo thjesht dhe vetëm për përkushtimin e presidentit Erdogan ndaj kësaj marrëdhënie vllazërore. Dhe prandaj dua që ta falenderoj specifikisht për këtë marrëveshje të nënshkruar sot dhe uroj dhe dua të besoj që dhe në implementim njerëzit që do të merren me zbatimin e marrëveshjes do të kenë të paktën gjysmën e energjisë dhe të këmbguljes së presidentit, se ti kërkosh ta kenë të tërën është diçka që është jo realiste.
Nga ana tjetër, ne jemi shumë të interesuar dhe patjetër edhe shumë të përmbushur sot pas konfirmimit të një etape të re në fuqizimin e industrisë ushtarake të Republikës Shqipërisë dhe në fuqizimin e kësaj marrëdhënie në aspektin ushtarak, ku dihet botërisht që Turqia ka arritur një nivel shumë të lartë kapacitetesh për prodhimin e industrisë ushtarake dhe ku ne kemi identifikuar konkretisht investime në këtë fushë. E thash në hapje të mbledhjes së Këshillit dhe përsëris që unë e çmoj posaçërisht dhuratën e presidentit sot në këtë kohë të trazuar kur bota ka marrë një drejtim të çuditshëm, për ta thënë me një fjalë të butë, për t'i dhënë ushtrisë së Republikës Shqipërisë një numër të konsiderueshëm dronesh kamikaz. Është një dhuratë që nuk duhet të shqetësoj askënd se kë do godasi Shqipëria, por besoj që është një dhuratë që përmban brenda një mesazh shumë të qartë të Republikës Turqisë në raport me këtë marrëdhënie, që Shqipëria është e pagoditshme. Sigurisht që Ukraina është një temë qendrore e të gjitha diskutimeve që bëhen në këto nivele kudo, por është një temë qendrore e çdo bisede që unë kam pasur me presidentin e Republikës Turqisë. Dhe po ashtu sot, përveç konfliktit të tmerrshëm në Ukrainë që po godet në mënyrë të pamëshirshme dhe tërësisht pa drejt një popull që është në drejtën e vet për të jetuar i lirë dhe për ta zgjedhur vetë se ku do të pozicionohet, edhe ajo që ndodh përdit në Gaza është një tragjedi me proporcione kolosale. Ne bashkëndajmë me presidentin Erdogan vlerësime të njëjta lidhur me agresionin rus në Ukrainë dhe lidhur me të drejtën e pamohueshme të popullit palestines për të jetuar i lirë në shtetin e tij. Por në një pikë kemi një këndvështrim të ndryshëm, sepse duke qenë tërësisht të vendosur bashkë me Republikën e Turqisë dhe me shumë të tjerë, po flas për këtë marrëdhënie kundër terrorizmit, kundër terrorit. Për ne, terrori në çdo formë dhe me çdo pamje që shfaqet është i patolerueshëm. Ne jemi absolutisht dhe kemi votuar në mënyrë të përsëritur në Këshillin e Sigurimit për një armpushim që patjetër duhet të nënkuptojë dhe lirimin e mjershëm të gjitha pengjeve, por për ne Hamasi dhe çdo burim tjetër i terrorit nuk ka vend në të ardhmen paqësore që duhet vendoset mbi dy shtete sovrane, Izraeli dhe Palestina, të cilat duhet jetojnë të sigurta dhe nga ana tjetër askush nuk duhet të vërë në pikpyetje të drejtën e ekzistencës së tyre. Pas kësaj vizite dhe këtij momenti kaq të rëndësishëm, të cilit i shtohet si një vlerë e madhe edhe hapja e xhamisë madhe të Namazjas, presidenti do të niset për në Beograd. Dhe
e sjell këtë në vëmendje për t'ju kujtuar të gjithëve një fakt historik. Republika e Turqisë, kur presidenti Erdogan ishte kryeministër, e ka njohur Kosovën e para. Por nuk ka qenë një njohje e Kosovës e para thjesht zyrtare dhe diplomatike. Ka qenë një njohje e Republikës Kosovës në kohë reale, në sinkron me punimet e Parlamentit Kosovës, dhe në momentin kur në televizor, përpara të cilit ishte mbledhur gjithë qeveria me atëherë kryeministrin dhe sot presidentin, deputetët e Kosovës kanë ngritur dorën për të miratuar pavarësinë, qeveria e Republikës Turqisë ka njohur Kosovën. Pra, një mik më të padiskutueshëm në të gjitha ditët se sa Turqia dhe presidenti, Republika e Kosovës nuk e gjen dot asgjë kundi. Dhe ne ndajmë shqetësimin që situata mes të dyja shteteve duhet përmirësohet dhe se dialogu duhet të prevalojë. Dhe e them këtë përpara një personaliteti që dialogun e ka pasur dhe e ka mjetin më të zakonshëm të punës me të gjithë dhe gjithmonë. Zoti President, nuk dua të zgjatem më tutje, dua edhe një herë t'ju falenderoj dhe t'ju siguroj që pjesa e mërzitshme e ditës mbaroi dhe fillon një pjesë tjetër ku jam i bindur që për ju do t'jetë një gëzim i posaçëm, se jo vetëm ishit zëri i komunitetit të besimtarë musliman shqiptar përpara komunitetit musliman turk, duke garantuar mbledhjen e mjeteve për ndërtimin e xhamisë madhe, por keni qenë në çdo rast kur jemi takuar shumë i vëmendshëm dhe këmbgulës për të parë këtë ditë sot. Dhe jam i bindur që juve në Turqi keni xhami shumë të bukura, por ajo xhami që do të shihni sot do të hyjë në koleksionin e xhamive më të bukura të ndërtuara në kohët moderne. Dhe pa diskutim që kjo është në radhë parë merita juaj, sepse kujtoj shumë mirë jemi takuar për herë të parë, dhe në fund të takimit kur unë erdha kryeministri sapo zgjedhur në Shqipëri, juve bëta të dorën kështu nga dera dhe erdhi projekti dhe më thatë ky është projekti i vllazërisë shqiptare turke. Unë kisha vërejtë për projektin dhe ju më thatë projektin po ta lë ty se si do duket, xhamin duhet vi ta hap me ty. Dhe pas pak, unë do t'ju shoqëroj me shumë kënaqësi dhe shumë i nderuar, sepse të gjitha ikin, por shtëpitë e besimit mbeten edhe kur emrat tanë përveç tuajt të harrohen.
Dil nga tapeti, dil nga tapeti. Vamos lá.